vjehra ime fryn në gjell të uzi, a lejohet apo më duket mua? Nëse është frymje për me ftof, edhe pse të uzi ajo e të i frym, ti du të mundëzej ato, jo me i frym më ftof. Zakonisht i fryn njerëzit kur e kanë lugë për me që ngoj, i fryn me ftof. E kjo me i fry për me ftof, nuk lejohet. Nuk lejohet, du të me lon gjellën me ftof vetë ju. A nëse ajo i fryn të uzi gjella, ajo mos ka ndonjë bindje se po i fryn Kur'an për shembull. Mendoj që kjo është për qëllim, i fryn me Kur'an. Nuk ma ludon që ka ndonjë argument ose dikush prej dietarëve ka përmend, nuk them që është haram, nëse i lexon Kur'an. Por nëse duhet me fry, le t'i fryn ujit për shembull ose mjaltit ose vajit të ullirit. S'ka nevojë gjellës. Nëse e bën me Kur'an, prapë them nasht. Po do ta kisha këshillu mos me bë. Por megjithatë ju hajeni atë ushqim. Hajde inshallah.